Lulja hidhet në qafë midis në mes të dasmës, çifti rrëmbem femendjen me këtë moment plot dashuri. Në një atmosferë festive dhe plot energjike, këngëtari i njohur Meda dhe bashkëshortja e tij Lulja u shndrua në qendrën të vëmendjes gjatë një feste familjare ku çdo detaj duket se rrezaton të gëzim dhe harmoni. Lulja e veshur me një fustan elegant i jeshil dhe që i nxirrte në palë jeshil, u pa duke ju hedhur në qafën Medes me një përqafim plot ngrohtësi. Ai me mikrofonin e dur dhe buzëqeshin karakteristike reagoi me një afeksion të sinqert duke krijuar një moment që emocionoi të gjithë të pranishmit. Ky çast romantik u komentua menjëherë si një nga paraqitjet më të bukura të çiftit kohë të fundit. Shikimet e tyre, mënyrat që u përqafuan dhe atmosfera që krijuan përreth vetes bën që shumë ta cilësonin këtë si momentin e mbrëmjes. Çifti tregoi edhe një herë se lidhja atyre mbetet e fortë dhe e mbushur me dashuri, pavarësisht viteve së bashku dhe angazhimeve të shumta. Meda dhe Lulja po vazhdojnë të jenë ndër çiftet më të pëlqyera të showbizit, duke dominuar se romanca mes tyre jo vetëm që nuk është zbehur, por shkëlqen më shumë se kurrë në çdo paraqitje publike. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.